Sot në Gojë të Mileti do të flasë për 4 personazhet që vijojnë ende të mbajnë të mburthyer audiencën që pas daljes së tyre nga Big Brother. Konkretisht janë 2 çifte, Brikena Mateo, Selin dhe Gimbo. Një intervistë, një story në rrjetet sociale ka bërë që portalet këto 2 ditët e fundit, por edhe emisionet të komentojnë, le të themi si një lloj kunji që u interpretua fillimisht pyetja tendencioze e Brikenës e më pas reagimi që Selin pati në Insta Story. Për çfarë ndodhi në intervistën kur ishte ftuar Greta në Top Arena në pjesën që Brikena bën kaç me Brikenën? Ajo e pyeti, a flisni ende si që keni folur brenda shtëpisë, edhe sipas Selin, kjo është një lloj sjellje e narcistit që Brikena e ka treguar he pas here. Çfarë ka shkruar Selin? Kam faj unë që kam televizion dhe rrjete sociale, që ato që më humbi në TV, mi nxjerr Zoti në Instagram. Do me thënë, gjithsesi, sharing is caring. Selin ka ndarë disa pjesë se si një njeri që është narcist duhet të kujdeset për veten, duke filluar që nga ndërtimi vetvlerësimi që nuk varet nga admirimi, nga komplimentet apo suksesi, një ndjenjë më e qëndrueshme e vetvlerësimit ndihmon shumë. E të tjera ku sipas Selin qasja që Brikena ka pasur, por edhe mënyra se si po qëndron Brikena në Top Arena, dhe pse jemi drejt fundit të dielën është finalja e Kupës së Botës edhe ndahet shapi nga shiqeri, aty do të mbarojë dhe aventura e Brikenës që në fakt për hir të së vërtetës më duhet ta them në këtë diskutim dhe në këtë opinion që unë do t'i jap situatës, e ka pasur Selin të ftuar në kaç me Brikenën, dhe ato 12 minuta që unë jam rikthyer për ta parë edhe një herë intervistën, pikë së pari të duken një orë nga ngadalësia e Brikenës, por edhe nga stepja, nga një lloj ndrojtje, dhe kur e kishte përballë nuk i bënti edhe nuk i bëri as pak pyetje, le të themi tendencioze apo pyetje me spec, siç u komentua kjo që i bëri Gretës, edhe pse kjo e fundit dha një përgjigje shumë të qetë, duke u shprehur që çfarë ka ndodhur në Big Brother mbetet aty dhe jashtë secili shikon rrugtimin e tij. Duke e parë këtë raportin e vajzave që edhe brenda shtëpisë kanë pasur ato gricjet e tyre, ato debatet, ato zëngat e forta, vijoj ende të mos e pëlqej qasjen që Brikena ka në këtë posturën që ka krijuar në Top Arena, me një lloj, le të themi, prezence të fizikut të saj, se sa një lloj artikulimi që vijoj ende të mendoj që nuk e ka aty ku duhet, do t'i duhet ende shumë punë, por jo që nuk është e zonja në ato që bën ato pak provokime, padyshim i ri formatit të saj që ka qef të grice, të bëj pak koketën, apo dhe të bëj ngacmuese, por që të bëj provokuese dhe të bëj pyetje provokuese, do t'i duhen vite që të përshtatet qoftë me ekranin, por qoftë edhe moderimi, s'është sefte, vetëm një vit ka që është pjesë e botës ekranit, që nga Supernova që ishte tek Klan Kosova, ku dihet se sa e ka mbështetur, por edhe pjesëmarrja e saj në Miss Grand edhe aty shkaktoi një tjetër fortunë, dhe tani me një lloj loje që për mua është bërë shumë e bajatshme në raport me Mateo, dhe pse për këtë të fundit e shikoj që vijon të jetë në ujëra më të qetë, dhe nuk është se po bën shumë drama dhe nuk është se është i fokusuar për të shkaktuar viralitet në rrjetet sociale, por se disa veprimeve që bëjnë, jo postojnë foto së bashku, jo më pas bën unfollow. Besoj që këto narrativa janë të tetë konsumuara, janë të tetë të lodhura, dhe what next? Pra çfarë do të bëjnë kur të mbarojë Top Arena, me çfarë do ta mbajnë të ushqyer audiencën në raport me lidhjen e tyre që vijon ende të mos jetë, le të themi, e shkrirë për publikun, përpos disa dedikimeve në rrjetet sociale, kryesisht nga Mateo dhe më pas disa videove virale, por edhe kënga dedikim janë një lloj marrëdhënie që ka ndjekësit e tyre, mbështetësit e tyre, por që besoj që po ndjekin një rrugë që është konsumuar, dhe një rrugë që nëse ti do t'jesh më i drejt për drejt dhe më i hapur me publikun, më transparent dhe më i vërtet, padyshim që do të pritesh dhe do të kesh një jetëgjatësi, por me sa duket ekrani dhe trysnia për të qenë viral, për të kapur klikime, do të çojë në këto mekanizma dhe në këto lojrat e vogla që janë bërë dhe janë stërbërë, por që nuk e di sa efektive do të jetë për vetë çiftin
më pas, se unë gjithmonë e shikoj çdo program, çdo emision, se çfarë do të ketë më pas, do të ketë një tjetër qasje, apo do të shuhen dhe do të filloj Big Brother Albania VIP 6, do të krijos një tjetër çift dhe do të kemi një tjetër narrativ tjetër. Sa i takon Brikenës edhe Selin, besoj që nuk është shumë e nevojshme që të ketë një lloj gricje, secila ka fanbase-in e vet, secila ka mbështetjen e vet, secila po ndjek një rrugtim ndryshe nga tjetra dhe janë shumë ndryshe në formate edhe në karaktere edhe në atë qasin që kanë me audiencën, që kanë zgjedhur forma të ndryshme për të mbajtur të lidhur edhe viralitetin në rrjetet sociale, por edhe jehonën që kanë për të komentuar në emisione ku e dim që vijojnë ende të jenë ndër personazhet më të komentuar, do të ndalem tek një fake news që fatkeqësisht vijon edhe mbush portalet. Ky fake news jo vetëm për dy djemt, për Mateo dhe për Gimbon, por edhe në raste të tjera dhe në situata të ndryshme fake news vijon ende që të klikohet edhe që të shërbej në tavë si një lloj narrative e një lajmi që më pas ushqen portalet, emisione dhe bëhet një lloj kakofonie. Por çfarë kanë shkruar këtë herë portalet që e shikoj si pa vend dhe jo të duhur që të komentohet edhe të vihet në fjalë personit Gimbo gjëra që nuk i ka thënë edhe që nuk kanë dalë nga goja e tij thjesht për të mbajtur këtë viralitetin. Është një lajm ku sipas portaleve Gimbo ka thënë që ne nuk bëjmë drama për show apo ndarje për vëmendje. Deklarata e Gimbos ndez aludimet për raportin me Mateon. Gjithmonë kam dashur që të jap mendimin dhe të kultivojmë tek audienca një lloj narrative të shëndetshme dhe me situata të vërteta, siç do të bëj tani, ku pa diskutim kontaktova me Gimbon për të marrë një lloj opinioni se si duket, le të themi, një fake news, edhe ai ka thënë që unë nuk merrem me këto punë. Dhe realisht Gimbo është një nga personazhet që përpos audiencës edhe famës që fillimisht e kapi dhe e ngarkoi në atë raportin e miqësi që kishte dhe ka me Gjestin, nuk e ka përdorur kur dhe nuk ka qenë njëri i portaleve për të shkaktuar drama, nuk ka folur kur, nuk ka bërë deklarata bombastike. As më pak tani në raportin e tij çift me Selin e shikoj shumë të distancuar dhe shumë larg një lloj virusi që i ka personazhet për të bërë dhe për të mbajtur veten të përfolur në portale, në emisione, dhe besoj që ndoshta kjo është një zgjidhje që shumë pak veta dhe shumë pak personazhe e bëjnë, se shumica janë të etur dhe për ta mbajtur veten të karikuar si një lloj viraliteti në rrjet. Besoj që Gimbo ka zgjedhur një rrugë që mund të jetë e shëndetshme për të, që mund të jetë kompakte dhe mund të jetë e drejtë për atë që ai bën për të jetuar vetën dhe për të mos e kthyer jetën e tij në një lloj teledrame edhe në një lloj konsumi që ndoshta mund të bezdiset nga këto fake newset edhe nga këto ngritjet që kanë, edhe pse formati Big Brother ka mbaruar, ende shikohen me lupë edhe ende ka një lloj kurioziteti edhe ngacmohen kur edhe janë drejtues të emisioneve ish banor dhe ftojnë ish banor të tjerë. Është ai interesi për të parë kunjat apo jo, por që realisht e kam parë Gimbon shumë larg kësaj pjate që shumica e banorëve e kanë edhe e çojnë tek audienca. Për mua është një zgjedhje, siç u shpreha, shumë e ndryshe dhe shumë jo pranë të tjerëve, por që të dish edhe të jetosh jetën, edhe të dish të punosh duke mos u bërë, le të themi, një lloj konsumi bezdisur edhe për portalet, edhe për audiencën që me këto fake news, me këto unfollow, me këto like, çlike, jo e dua, jo se dua. Besoj që është rruga më e mirë, siç e kam parë unë çiftin Selin dhe Gimbo, që nuk e ushqejnë shumë tek audienca, qoftë edhe me rrjetet e tyre sociale, ku ndajnë shumë pak nga jeta e tyre, nga përditshmëria e tyre. Sigurisht që ka momente që ndajnë nga përditshmëria, nga jeta e tyre, se kanë një lloj audiencë që i kërkon dhe ka një lloj detyrimi në thonjza për ta mbajtur dhe për ta treguar për ata që kanë dëshirën e madhe për t'i parë 24/7 dhe pse është e pamundur që pas daljes nga Big Brother, por që e shikoj që kanë zgjedhur një rrugë të shëndetshme dhe një rrugë më
fitimpruse për ata të dy si sa më shumë në qendër të portaleve të jesh, aq më shumë ndoshta harron njëri tjetrin dhe fokusohesh tek një lloj drame që besoj mund të jetë momentale, por jo jetë gjate dhe jo e shëndetshme për një raport i cili ka të bëjë me dy njerëz edhe nuk ka të bëjë me atë që rrjetet, që sigurisht duan dramën, duan konfliktin, duan përçarjen, duan thashë themet, edhe e shikoj si një gjë të ulët që të përdorësh fjalë që një personazh nuk i ka thënë thjesht për të bërë viral dhe për të pasur, le të themi, një lloj klikëshmërie, por sidoqoftë kur nuk ka reaguar për edhe situata më të forta, edhe këtë herë kam parë një lloj heshtje dhe një lloj kalimi, siç u shpreh dhe vet Gimba, që nuk merrem me këto punë. Dhe është e mirë që të mos merremi me punë që ndoshta nuk janë efektive, qoftë edhe për audiencë që ka këtë kuriozitetin për të parë personazhet e tyre. Do doja të dija si shikoni këto kleçkat dhe këto gricje që sigurisht është më së shumti midis Brikenës edhe Selin, por edhe të personazheve të tjerë, por që Gojt Miletit këtë herë ishte dedikuar për këto dy çifte që kanë zgjedhur që jetën e tyre private ta kenë në syrin e publikut dhe në gojën e Miletit në dy rrugë të ndryshme, por duke mos harruar edhe që t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.